Jam e vargje të poetit Ibrahim Abedini, poeti Strugan. E poezia titullohet Ka gra dhe gra. Dhe para se të themi për të gjitha gratë, ja keni dhe një këtu, gruat të pakrehur. Ato nuk e vut poet që lexon poezi. Ka gra që të falin, edhe gra që të ndalin, ka që të qajnë hallin, të tilla që shfryn mallin dhe aso që bashkohen me djallin. Ka gra që të thurojnë dashuri, të tilla që fshehin xhelozi, aso që sjellin pranver në shtëpi, ka dhe që të gënjejnë aty për aty, pa të shikuar, pa të parë në sy. Ka gra që kanë mençuri, që janë fjalë pak, me shumë urtësi. Ka të tilla që tregojnë dymendjesi, që shesin lëkurën për pak pasuri, ka dhe ca të lindura për kurvëri. Ka gra të tilla që s'ndërrojnë kurrë, ka të sojit që dyshojnë në burr, që digjen për brenda sikur furr, për ca informata shesin edhe lëkur, pa letë u shëmbet mbi kokë dhe mur. Ka gra që si ndala zguri, digjen si qiri, digjen si vajguri. S'dëgjojnë as kur i kërcënon druri, nuk e lëshojnë rastin kur i vjen uguri, sikur nga mallkima ti mbuloj pëlhuri. Që të mos harrojmë, e të rasu tha, dim se që të gjithë burrat kanë gra, nuk besoj se ka ndonjë pamana. Ca kanë qevalle, të tjerat se fa, ka dhe të sumura që janë për gjyna. Ka dhe gra të tilla, të lindura për spica, që të merren me llafe, janë magjistrica. Ka dhe nga ato që umbin zdëbica, e në mes të dimrit si bën gjëngrica, hedhin e për dredhin, quhen kopilica. Ka dhe gra zgëne, që gjuajnë të ri, veti kanë kaluar 50 përmbi, burin e shtëpis e mbajnë për ekonomi, të gjithë akaretin e bëjnë për tradhti, ndaj u shkon dhe jeta zi edhe më zi. Ka dhe gra burnesha, shpallur mbretëresha, të ndritura hynesha, kemi dhe baresha, edhe të tilla që si mba mentesha. Poeti Strugan, duke lexuar, doja të ndërprise disa herë që të komentoja, domethënë. Kur lexoj një poezi nuk do të thotë që unë jam dakord me çdo gjë që shkruan çdo poet. Ju përshëndes.